Kush bën istighfar, syfyre iftar, muin Ramazan, betet fitim tar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Lotët jo çdo herë janë tregues të dobësisë. Ndonjëherë lotët janë tregues të madhështisë, tregues të burërisë, tregues të forcës tënde që ti e ke në zemrën tënde. Forcë kjo e cila është e lidhur dhe buron nga lidhshmëria jote që ti ke me krijuesin tënd. Andaj, çfarë të bësh pas iftarit? Pas iftarit largohu nga turma e njerëzve, largohu nga bisedat e kota që ta harxojnë kohën në atë që nuk të bën dobi. Shko dhe vetmohu në terrin, në errësirën e dhomës tënde, vetmohu me krijuesin tënd. Shpalosi para tij të gjitha brengat e tua, shpalosi dhe hapi të gjitha hesapet e gjunaheve që ti i ke, shpalosi para Allahut subhanahu wa taala. Nga se fundja ai këto mëkate i din më mirë se ty. Ai të gjitha veprat e tua i din më mirë se ti. Fillo ti flasësh Allahut në namazin e natës. Fillo të lotosh gjersa je në sejdë. Loto karshi këtij Allahut subhanahu wa taala, krijuesit të gjithësisë. Shpalose madhështinë e Allahut karshi dobësisë tënde të cekët. Tregoj krijuesit se ai meriton të adhurohet dhe se shumë pak ti e adhuron atë, nga se me të vërtet, pasha Allahun, nuk ka mundësi që të loton pika e parë e lotit, vetëse të është ripastru zemra jote, të është rigjallëru zemra jote, të është kthy zemra jote sikur se nuk ka qenë më parë. Po ashtu ka mundësi që ky sy që loton për shkak të lotit që ka rjedh, për shkak të frikës ndaj Allahut subhanahu wa taala, Allahu subhanahu wa taala t'ia mundson që ky sy asnjëherë mos t'i shoh luginat e xhehenemit. Allahu na ruaj prej tyre. Po ashtu të përgëzoj për fund me hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku i përmendi 7 lloj grupe që do të jenë në hijen e arshit të Allahut atë ditë të nxehtë ku nuk do të ketë hije tjetër pos hijes së tij subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai njeri i cili qan për shkak të frikës që ka ndaj Allahut subhanahu wa taala. Andaj loto, shpalosi të gjitha mëkatet, fillo të lotosh sa më shumë që të zgjashin lotët tua në takimin me Allahun, aq më shumë do ta ndjesh madhështinë e ibadetit dhe aq më shumë do të mbushet zemra yte me iman. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.